Live from Tirana. Live from Tirana. Flasim për veshjet e ricikluara sot, sepse është e rëndësishme që ne të riciklojmë veshje, jo vetëm sepse është më komode sa i takon kostos, edhe sepse disa gjëra të vjetra janë më të bukura, më të veçanta, e shumë arsye që i kemi renditur, por edhe sepse i bëjmë mirë ambientit, sepse duke mos hedhur veshje kemi më pak mbeti industriale. A di që kjo, le të themi, kjo nismë është përqafuar dhe në tekstet e këngëve? Ka qenë një këngë dikur. Ka përshtypjen në 89. Ndonë se veshur thjesht edhe me gjinse blu, të shijoj muzikë të vallëzoni ju. Por do thoni jo kush e këndon këtë këngën. Si sa bukur e kapi tranzicionin. Ajo që e këndon është Irma Libohova. Përshëndetje Irma. Përshëndetje. Përshëndetje e dashur. Kënaqësi që të kemi edhe pse përmes telefonit. Irma, si është kjo ditë për ty një herë? Mirë, ja, ju ma dhatë, më thënë, impaktin e ditës sot, që jeni të gëzuar, jeni happy, kështu që unë e mora... Pozitivitetin për sot. Patjetër, e mora. Irma, ti je ndër ato artiste që gjithmonë ke patur një stil shumë të veçantë. Prej dekadash në sken, ti ke rënë në sy për ngjyrat e shumta që përdor, për flokët e kuq, sigurisht. Për aksesorët e shumt. Ti je kokuqja origjinale, se tani jemi bërë të gjitha, po ti je e para, domethënë. Ndër veshjet e tua, ndër vite skenike, ke patur ndonjë që e ke bler të përdorur? Tash në vitet skenike, domethënë ka qenë ajo që na mbulon të veshjet ka qenë Radio Televizion Shqiptar, i cili ishte përgjegjës për veshjet e skenës. Disa herë ajo, disa herë i gjenim vetë, domethënë në këtë mënyrë funksionon. Dhe qepnim në një diçka me shumë sakrifisa, po kështu ka qenë sistemi, domethënë. Kam përshtypjen që në atë kohë riciklohej shumë, veçanërisht mes motrash, domethënë kur ti kishe një fustan, mund e kesh dhënë. Ka bërë dhe një këngë për këtë. 2 fustane ne i kishim, po 3 motra neve ishim. Ziheshim kush do ta vishte më parë. Atëre ka pasur tjetër qëllim, domethënë në kënga, domethënë kishte ka pas në kontekstin e gjithë situatës që të mirëqenies së etj, domethënë është bërë kjo këngë. Kurse sot duhet bëjmë një këngë tjetër për mirëqenien e madhe dhe që i shkojmë dëm gjërat. Domethënë është kthyer për fat keq rrota mbrapsh, por riciklimi i rrotave nuk është për mua, për mendimin tim, nuk është vetëm thjesht çështja, domethënë që ti ndron diçka, sill diçka tre, i bën një trëndafil, heq diçka, e kthen atë veshin nga 50 vjet mbrapa e sill në kohë, kupton, nëse rroba ka qëndruar. Ky është problemi estetik të diçka. Ajo që personalisht mua më shqetëson, domethënë është ndotja e ambientit dhe industria modës sot që është bërë motor me mashin e 7, domethënë në një farë mënyrë edhe dëmton. Domethënë kemi qef si ndrojmë rroba të shpejtë, kemi të përqafojmë modën, trendet e reja që të blejmë me ulje shumë. Po, nëse, po vetëm se kjo, domethënë sipas me ka pjell, po thënë ka sjell edhe një tjetër biznes që janë këta që bëjnë biznesin e rrobave të përdorura. Që për mendimin tim është gjë e mirë dhe ka struktura në gjithë botën që e bëjnë të punë dhe është një gjë e mirë, domethënë që të mos ndodhim ambientin, sepse është ndodhje. Janë detyrimet që hiten ande këtej. Patjetër, sigurisht. Irma, për këtë duhet të të pyes pak e dashur, sepse ju thatë që para demokracisë e marrim kështu, veshjet veçanërisht skenike i mundsonte radio televizioni, po ndërkohë ju dhe qepni diçka. Në 90-ën u hapën kufin dhe kam përshtypjen është dhe fillimi i tregjeve të para me rroba të përdorura. Mund të na thuash si ka qenë ajo dyndja e parë apo impakti i parë që tani më erdhën po vinë në thonjë za rroba nga jashtë ose ka më shumë le të themi mall për të blerë. Shiko, domethënë ta shikoj kështu si një ndjesi pozitive, domethënë për njerëzit që të ishin të jetur kur thonim atëherë edhe për një golf siloni. Golfi siloni domethënë ka qenë simbolike një domethënë njeriu që deli jashtë shtetit, se kështu ka qenë. Një golf siloni dhe një palësyza domethënë ishin simbolika. E të jashtëmëve të kohës. E të jashtëmëve dhe një veshje të mirë. E kupton, edhe domethënë nga ana kështu shpirtore ka qenë një gjë shumë e mirë, thonë që kishim mundësi të kishim këto.
Pastaj më vonë nga 9 vjetra e tutje personalisht nuk kam qenë në Shqipëri, se kam punuar dhe e kam shijuar kaq shumë këtë hapje, domethënë qoftë edhe për punën e veshjeve. Ke bler rroba jashtë, domethënë mundet të shikoje më shumë mod. Po rroba është një dashuri e madhe, është një dashuri si ushqimi, si veshje, domethënë është një dashuri e madhe, e kupton? Dhe kështu që Irma, kjo është një pyetje që unë ja kam bërë edhe të ftuarve paraprakisht, duke qenë se nis nga vetja, ke bërë ndonjëherë pazar për të bler rroba? Pra je shtruar ndonjëherë në bisedën si për domethënë që të ulësh çmimin e ka fjalën. Shiko, unë jam si gjithë femrat e tjera në këtë botë që hynë për pazare dhe domethënë ngatrohen në për dyqane, në për rrugë të veta dhe jap një këshill, kjo është sigurisht për të qeshur, unë jap një këshill mos merrni burra me vete se I mundoni të fetët. Shëtituni vetë në për dyqane, e kupton se është një kënaqësi e paparë. Dhe të gjitha gratë në thonjza, po them pallakate në për dyqane. Është mrekullia ajo. Ku ka më heqje stresi se sa kështu. Ja, ti më kupton mua. Por Irma, ti besoj që veshjet që nuk I vesh më bën diçka me ato, si ja bën, I dhuron? Ato I falim. Kryesisht I falim, po. Kryesisht I falim në një gjë që më pëlqen shumë, por shumë kam diçka, disa diçka që I kam ruajtur sot e 30 vjet, për shembull, I mbaj. E dashur, këto bamirësi që ju bëni, I bëni privatisht, pra niseni vetë, merrni spunto personale apo dhe bashkëpunoni, pse jo me nisma apo me organizata? Unë zakonisht I kam personale. Domethënë janë njerëz të cilët I kanë parë, ose kanë probleme se diçka më pëlqen një gjë, nga trupi e kam hequr jo një herë, në 10 herë. Është kënaqësi, domethënë unë e kuptoj si për veten, ndjesinë e veshurit bukur dhe kam po ka I dëshirë, domethënë që nëse dikush e doni nga gjërat e mia, e orientoj me një herë ku qysh tek ja jap, domethënë timën se nuk je si ato vajza që preferojnë që ta mbajnë sekret që mos të kenë edhe të tjerë me veshje të njësojt. Pritë zot. Unë vajmend impakti I parë me Irmën ka qenë tek albumi Kafe Lafe këtu e 15 vite para, 16 vite para, ka pas një bluzë kështu, ke pas një me një krah të dalë dhe një fytyrë të stampuar të zezë. Po, bravo. Ka qenë trendat po tash as krahët për jashtë, as fytyrat jemi të tjera. As flokët të tjerë. E dashur, unë të vlerësoj edhe që ti bën gjithmonë lirisht autoironi në thonjza apo autokritik, qoftë ndaj stilit që ka qenë më përpara, qoftë ndaj paraqitjes tënde skenike. Cila është një veshje që tani që I rikthesh në retrospektiv thua, o zoti i madh, çfarë kam veshur? Po nëse ka diçka specifike. Ka disa veshje, për shembull, kam një veshje në një jaket blu, nuk e di se mbaj mend atë kënga Lady D, nuk më kujtohet. Te Lady D apo? Po, një jaket blu edhe që kam pas një gjë të zezë poshtë dhe shoh tani koha e ecën edhe kam thënë të tjera herë, domethënë që institucioni duhet të respektojë institucioni I stilistit për të dalë në skenë ashtu siç duhet, nuk mund të vendosim ato kontroll. Po më ishin te riciklimi, domethënë edhe veshjet e skenës unë po thuaj se I kam fatur të gjitha. Absolutisht nuk kam. Nuk I ke. Ja. Domethënë dikush ne mund ta kemi parë në rrugë me një veshje që është veshur në festival nga Irma. Me dyndjen e teshave të përdorura, besoj që nuk kam më nevojë. Kam përshtypjen çdo kush ka nga pak Irma në veshjet e tyre. Irma dhe sfundi, ti ke kjo periudhë sigurisht të gjithë artistët I ka mbajtur larg skenës fatkeqësisht, por je duke punuar për ndonjë këngë, ndonjë projekt të ri, nëse mund na e zbulosh. Për momentin jo, nuk kam sepse pa filluar të këndojmë edhe kështu live, dhe nga marrë mallit këndojmë dhe para njerëz, dhe e kupton. I kemi konsumuar gjitha mënyrat online, në studion, se si, domethënë kemi nevojë të këndojmë jo me shkesë, të këndojmë me dashuri. Po mendoj që kjo periudhë nuk është se të ka ndaluar të punosh në për studio të ndryshme, apo? Unë e di që ti ke lançuar tani më një kolazh popullor. Po, për fatin tim të mirë Covidin e kam kaluar, kështu që nuk kam. Shpresojmë që sa më lehtë të ketë qenë. Nëse e kaloj kështu si unë, domethënë se shpresoj që duhet ta kaloj gjithë dhe e kaloj si mua. Irma, të falenderojmë shumë që ishe me ne, edhe të urojmë një ditë sa më të bukur, edhe që ti kthehesh skenës sa më shpejt, edhe të gjithë ti kthehemi festivaleve, koncerteve, se na ka marrë malli. Mendoj të gjithë, për të gjithë artistët është ky urim.
Faleminderit shumë dhe juve. Gjithë mirat e dashur. Live from Tirana.